Mirë, jemi rikthyer në studio dhe është momenti të flasim për gjuhën shqipe. Çdo ditë përdorim fjalë, me dhjetra fjalë që mund të jenë ndoshta më të vjetra se sa shumë shtete evropiane sot që flasim në kufin dhe territoret moderne. Nga fjala dielli, uji, zjarri, nata, deri tek besa apo mali. Duket sikur gjuha shqipe ruan fjalë që studiuesit i lidhin me shtresa shumë të hershme të gjuhës ilire dhe indo-evropiane. Por cilat janë konkretisht to fjalë, si kanë vjetuar me mira vite, dhe pse disa prej tyre dëgjohen ende, sidomos në disa zona të fshatra të thella të Shqipërisë? Kështu do i klasifikoja. Me ne në studio sot zoti Sazan Guri, profesor, studiues, i cili do ndaj sigurisht njohuritë e dietet time ne dhe publiku shqiptar. Mirë se vjen, shpresoj të kemi në studio. Mirë gjeta dhe faleminderit. Për të folur për atë që na bashkon të gjithëve, dhe kur them të gjithëve si komb gjuhën shqipe. Fakt do doja të merrja një kritik nga ana juaj se sa punë keqe është bërë deri tani me gjuhën shqipe që pastaj të futemi në fjalët e vjetra që ne akoma i ruajmë. Unë nuk kam zakonisht tipin tim të flas për ato që s'jam bërë dhe shumë veta etiketojnë si punë të këqija, njerëz të këqinj, njerëz që s'kan bërë për vendin. Unë edhe ka akademia që jam pjesë e organizimit dhe drejtimit, e kam si parime dhe normë që jo qa s'bën ai, po qa bën ti për vendin tënd. Dhe më ndihmon shpreha e John Kennedy, shpesh herë përdor ka akademia se gjithë kohën, po ata pse nuk bëjnë edhe bilarin edhe ndonjëherë me fjalë edhe negative, ata paguar nga ne, ata me fjalë. Unë nuk e kam këtë gjë, kur. Edhe atëre çfarë është bërë keq? Si koha i ka deri në shekullin e kaluar, i bjen në shekullin 19, bota ose Europa studiuesit u ndanë në dy grupe, një grup që besonin te gjuha shqipe me George von Hahn, austriak ose gjerman, i cili besonte që gjuha shqipe gjuhë bazë, themeltare. Po ka qenë dhe Leibnizi, i cili thoshte që doni studioni të kaluarën shkencore dhe historike të popujve të Europës, studioni gjuhën shqipe. Dhe unë kam shprehje ke muzeu im. Pra, ky grupi ishte grup u quajtën albanolog, që morën për bazë si rrejnë të gjuhës europiane, morën për bazë gjuhën shqipe dhe zotroni gjuhën shqipe në një farë mënyrë. Grupi tjetër nuk e besonte që gjuha shqipe është gjuhë bazë. Dhe jo se kanë folur keq, po ata nuk kanë studiuar gjuhën shqipe, sepse populli jonë fatmirësisht ishte në male, për shkak për të ruajtur gjuhën, misionin, dhe duke qenë në male, zakonisht me punë elektorale, edhe pse ky popull çorbani janë rrejnë tona, pra këta ndanë dy grupet. E vërteta e solli, në 1950-60, e solli që të delin akoma albanolog të rinj jashtë shtetit, jashtë vendit tonë, ndërkohë tanët ishin më të kufizuar. Në këtë kufizim që ata kishin, nuk i thanë atë që po thuhet sot, por nuk do të thotë që ata kanë menduar keq. Në mënyrën e tyre, ata me ato dhëna që kishin. Pra ne them edhe po e mbyll që këtë pyetjen e parë tuaj që nuk është se ata kanë vepruar keq apo me qëllim, ka dhe me qëllime të caktuara, të presioneve ju veri, po ka dhe ashtu, por s'mund të themi që të gjithë ata kanë menduar keq. Pra kjo është sigurisht. Zoti Guri, ju keni thënë që një shqiptar mund ta mësojë një gjuhë europiane për 6 muaj. Përse ndodh kjo? Unë e kam thënë edhe më shpejt akoma. Edhe më shpejt akoma. Vetëm me një parim, që nëse shqiptari, si punë e ime, e para një që unë në një farë mënyrë njoh diçka ke gjuha shqipe, jo se kam mësuar në shkolla, që ne zakonisht deri në shkollë te vjeçare bënim atë, as në mesme nuk bënim gjuhë shqipe, ai ka edhe në shkollë të mesme. Po duke qenë se mësoj anglishtën, kam qenë shumë i pasionuar për anglishtën, që në vit parë gjimnaz, dhe detyrimisht mësova edhe gjuhën shqipe. Dhe më kanë ngelur shumë nocione të sakta për gjuhën shqipe, ose nocione, jo se jam një gramatolog apo një studiues i gjuhës, por pjesën kritike apo pjesën fatlume të gjuhës shqipe, unë mundohem ta zotroj dhe ta përcjell. Kjo është merita ime. Atëherë, juve po të pyetin që përse një shqiptar mund ta mësojë një gjuhë europiane për 6 muaj apo më herët? Edhe më herët, bravo. E para një që nuk është sasi që shqiptarët kur vjen jashtë për 2 muaj mësojnë gjuhën aty ku janë. Për shembull, djali im kjo më shkoi në mendje mua në 97 kur shkuam 3 muaj në Greqi dhe djali mësoi greqishten 12 vjeç, mësoi për 2 muaj greqishten. Edhe aty kuptoja unë bile unë merja pazare kështu falur, te llaqia, se thoshte s'ka mundësi, edhe nxjera pasaportën, kam ardhur në Greqi në 3 muaj. Ishte 3 korik bie fjala. Atëherë 2 muaj të mësoj gjuhën, djali mësoi.
Ai sot është 40 vjeç janë punon në punë caktuar e tjera. Dhe e mësoj dhe aty ndora konkluzioni që atëherë kisha filluar të merresha, me të drejtën, në 97-ën, unë fillova, po në 97-ën e fillova të merresha. Dhe duke që se kanë 36 gërma, shqiptarët, që në fakt kanë qenë 50 i ka fonemat bashkëtingullore, ne prodhojmë tingull, pra da. Tingull, pra, për gjo zhurëm në natyrë ti ke një tingull. Atëre, ti me vërtet ke 7 zanore, po ti vesh ato, gjysëm oj, gjysëm a, gjysëm me, i ke atje ato, dhe tjetër e thot një nga Marsia, tjetër e themi nga Tepelena, tjetër nga Beradi, pra vet oja ndajet në 3-4 zanore, të tingullushme, edhe të mira, dhe të plota që e japin kuptim. Përsa gjuhët e tjera nuk i kanë. Nuk i kanë. Gjuhë latine kanë 26 fonema, pra 26 shkronja, greqishtja po ashtu, edhe kjo është arsye pse ne prodhojmë shumë fonema dhe mësojmë gjuhë. Që ti e mesi që e me publikun. Imagjinoj që është i vetmja gjuhë në botë, që e lexon ABC-n, unë i them ABC, jo alfabet, ABC-n, A, Z, Z, merre një angles, një gjerman, një frances. E lexon A, B, C, D. A, B, C, D, unë B, S, C, dhe për gjo gërëm shqipe, si egyptianët, si grekët, ka një lloj, si Grigor Voskopajari 1761 një bëri ABC-n, e ribëri, jo se e gjeti, po e reformatoi, edhe ka një figurin, që këtë figurin, që është një figurë e caktuar, gota është G. Mangal, ai cingunia, ja ju masha është C. Kupa është K. Dora, që vizatohet figurin në aeroglifet egyptiane, është D. Pra, e vetmja gjuhë që e lexon ABC-n, pa shtesa B, C, D. Është gjuha shqipe. Është gjuha jonë. Pra, atëherë, ky shqiptar tani, që ka këto 36 grama, por në thellësinë e trupit gjakut ka 53 grama pellazge, i ka 53 në fakt, pavarësisht na lan 36. Ndoshta kjo është dhe Manasiri është kongres shumë i madh, po ndoshta edhe ata deri diku i reduktuan, sepse nuk duhet që të kishim më shumë se aq, sepse bota ka 26, 24 e tjerë. Dhe shqiptari me këto gërmajni, duke qenë atë i gjuhëve të perëndimit, gjuhëve të Europës, atëherë kur vete në Angli, në Gjermani, erdhi një Matjan partie ke shtëpia e Putinës, dhe ai flisë anglishtën më mirë se sa i vjeri dhe vjera që kishte me vete. Pra, shqiptarët janë të atashëm për të mësuar gjuhët e huaja për shkak të alfabetit, për shkak të gjuhë vjetër që i ka. Si ta më duke qenë se ai po t'i bëj mendje aty siç vajti mua pas 44 vjetësh mësim anglishte, që fjala tavolin vjen nga fjala tav. Fjala principat, princip vjen nga fjala pri. Fjala creator, creatur, creature vjen nga fjala cre. Po të kapi rrenjën e shqiptari me intuit. Këtyre fjalëve shqiptare. Ai me intuit e kap atë, po unë kap edhe me intuit dhe me logjika dhe shumë tjerë që janë gjuhëtarë e urdonin. Me lejo, që të bëhemi praktik ilustrues. Dhe kam përshtypjen të dyja fjalë që përdora nuk janë shqip, nuk kanë origjinë të vërtet shqiptare. Gjithsesi, nan dhe bab, a janë ndër fjalët më të ruajtura apo në gjithë zonën e Ballkanit, ndër breza, ndër vite, ndër shekuj? Pse? Dakor, sepse qoftë në çdo shtet të rajonit të kufinëve modern, duket sikur në këto tinguj i referohen nënës dhe babait. Pra, unë mendoj kështu, që nëse një fjalë përmbush dy konceptet bazë, një Petrozhej, që thot operatore e lirë, dhe ajo e profesore Qerem Çabejit, qerë dhe fjalësh. Pra, nëse fjala e përmbush këto, për shembull, gjuhët e huaja janë që marrin një fjalë të shqipes dhe ndërtojnë një koncept, vetëm atë koncept. Nësa gjuha shqipe, për shembull, nëse unë e themi kre, ti e ke kre, kreatur, krijes, kreu kapitut, kryeministër, krijoj, që ti krijon me kokë. Vazhdojmë. Kresht, ajo që është kresht e madhe. Kreshta, po. Po nga kresht vjen kreshtnik, vjen kresht kaposhi. Pra, shikoni fjala kresht çfarë u beti. Nga prime që mora shembull, prindër, ai që udhëheq, principat, priam, mbreti i trojanëve, princip, priority, primo inter primos, latinisht. Po fjalën pri, latinën nuk e kanë. Fjala greke, prina, na priti neve krushkë parë, ti komandant, na pri neve, nuk e ka fjalën pri, e ka prina. Na priti neve na, i thoshe ushtari komandantit, revolucionin grek. Edhe ngeli fjallë, atëre, dim ke fjalla nanta, është nanta,
është 9 muajshe, që ne i themi nantës, bile edhe nantën ne i vizatojmë si me shtatzan, po i thonë dhe anglisht pregnant, pragnana. A i thonë shtatzan. Pregnant. Pregnant. Po që është pregnant? Pragnana. Prag është Pragu që kalonë. Po që është Praga si krye qytet? Në Prag nëna këtë rast. Prag nëna. Gati për të bërë nënë. Gati për të bërë nënë. Është muaj nënt, i themi nëntës. Po edhe numri nënt është të njëjtën formë. Vizualisht është. Atëherë, kur kjo më mbush kushti mua si operatore e lirë, si qerë dhe fjalesh, nënta, pasaj kam dhe shtatën që është shtataniku, që lindë dhe shtatanik, 1, 2, 3, 6 të muajnë e shtatë, ose shtata përsi ka formën e trupit dhe shtata, do të thotë që këta shqiptarë, vazhduesit e një populli të kulturuar pelazg 10.000 vjet, 8.000 vjet para, që jo rastisht gjua doli 8.500 vjet para rëson, dhe kjo qerë dhe fjallësh, kjo operatore e lirë fjallësh, atëherë kur unë i plotësoj shumë kushte, shumë kondicione, atëherë origjinin e ka si bab edhe nan, e ka bab edhe nan, nuk e ka nga turqishtja që edhe 1200, që thjesht morën gjuhën i tite 50% fjallëve turke, janë i tit, po që janë i tit, janë dardan. Do të thotë që kur e mësuam ne turqisht në gjoja, ne mësonim gjuhën tonë të ardhur nga turqit që ja kishim marrë i titve pra. Prandaj duket sikur fjala at që i thon kalit, turqit, edhe ne themi fjala at është fjalë turke. Po si at i thua kalit se ti jetoje me kalin, at. Po ti i thoshe edhe bollit, i thoshe oha o bir, po i thoshe edhe lopës varsh. Sepse jetoje në një sigurisht, që varsh i thonë frëngjisht, i thonë lopës varsh. Pra varsh është vajza. Unë varsh e kam vajzë, urdo. A ka një shpikim për fjallën bab? Si që ka për nam? Po bab është ajo nam, nena njërë është ajo nam njërë. Nem. Që fëmija përbëzon gremën e parë, për të ushqyer, nëm. Edhe kur i lapa buka i faraoni egyptian, ata kërkuan bukë edhe nëm. Bejk. Bukës i thoshim bejk, do më dhe gjë e pjeku. Prandaj edhe i thonë baker, këta në anglisht, ai që pjek bukën. Pra fëmija që la një pa ngrënë faraoni, kërkuan nëm edhe bukë, bejk. Se s'di qa ishin dhe qa gjuhë do pisin, po folin gjuhën e të parëve tyre. Pra, fjalla nëm dha nënën, fjalla ba, da, nuk themi ne dad, i thonë ata anglisht dad, ne i themi da, i themi, I ke dad, ne kemi dhe emin dad në marsit. E kemi emin dad, është dada, është dad, i thonë dada. Pra, është babaj, ati, po ne i themi dhe atë babajt, po ati është fjalla me shkudur, edhe unë kam një faqe të avardit, që father, padre, të gjitha këtoti, patria, kanë fjallën atë brenda. Pra fjalla me shkudur, atë edhe am, janë fjallë shqipe. Janë fjallë shqipe, pasaj u bunë për bërse, sepse kam një, ndo 7 magjit që kam bërë unë për gjuhë shqipe, që ne ja u dham njërë atyre fjallë të thjeshtë, edhe ata i ne u morën prapë të përberë. Ja dham e një rokje, edhe i morën kur deshëm ne me 2 rokje. Nuk e di, përshë ja dham tabë, morëm tavolin, morëm tabola, morëm table, po ja dham tabë. Sepse fjalla tabë, thot e egyptologu, kur vajti në Elbasan, mi jep një gjodhë ta i vëndi edhe i tha i tabë kosti, thot edhe njërë, a ju mrekullua, kam 20 vjetë që kërkoj fjallën tabë dhe e gjitha në gjuhën shqipe. Tabë, kosti, të cepi i faraonit. Edhe receptura, dhe aji e gjithin në Elbasan, recepturën, fjallën tabë dhe fjallën kosti. Urdoni. Zdiguri, po në këtë studio është thonë që hieroglifet janë edhe baza e ndërtimit të gjuhëve që ne njohim sot. Po patjetër, dhe ju i mëshuat. Edhe quhet Whitehall, Harold Whitehall. Dhe unë e kam bënë një panari, e bëj gjithmonë, jo e kam bënë, po e bëj gjithmonë panari libri, edhe një gjuhëtar nga këta akademikët, po kjo dhe qeshkë, edhe i kthe përgjigje unë ati, po që keme mua e të shumë, meru me ata që e kanë shpikur t'i gjetër. Dhe hieroglifet që unë i kam në rrugë Mangalemit, në tabel shumë e madhe, ku njerëzit të uaj qëndrojnë shumë, edhe ku qëlloj të unë jam a i që kam vërë, kene i pjodje, edhe hieroglifet janë që gjitha figurinat, kanë gërmën kratë majtë. Pra, qofse e shë, ka një shi ati, edhe shi. Pra, shushurim më e bukur se gjurma e veprimit në natyrë, vetë me gjua shqipe pa qëllon. Qofse është një fëshfërim, fëshfërime e gjetheve. Qofse është zingjirë, ka një zingjirë aty edhe këterë zë.
Atëherë, si ka mundësi që ata të vjetit, 12 vjet para Erëson, gjetën figurinat që po vjeta kuptoj që me anë figurinës ekziston Germa. Shkon ke ABC-ja, ke alfabeti në gjuhën. Gjbon grekët, morën i thanë, jo ABC, po i thanë alfa dhe beta, gjoja e morën nga Fenikasit, dhe arojnë që Fenikasit ishin Pelazg, Fenikasit, Libia sot, lindja e Mesdheut, ndërkohë që në fakt ata e morën nga ata që gjetën, sepse thotë Herodoti, kur erdhën Helenët, gjetën Pelazgët, dhe morën ABC-n e Pelazgëve dhe quajnë si të tyren. Dhe 200 vjet më pas, thot Platoni, sa shumë ndryshuan të uruarit, thot për Athinasit, për Grekët. E morën 650 në shkurtën për herë të parë me ABC Pelazgë, dhe në 410 Platoni, tek Atili, thot, sa shumë ndryshuan të uruarit, alfabeti që morën për herë të parë. Pra kjo është. Fjalët Shqipëri dhe Shqip, nga vinë realisht, edhe pse ka kaq shumë teori për këto dy fjalë. Shiko, 1380, kur Toma, bile një emision i caktuar ishe para një jave, i Zotit Marimema, ku Toma një serbë ishe jashtëzakonisht i arpër, shqiptar o vrasësi. Edhe ky për të mposhtur shqiptarët, Zip në Vishët dhe Gjimbu e Shpatën, solli turku. Ndim. Aq pa turku këto tokat bekuara edhe pastaj ushtrua kën kryq. Dhe deri në atë kohë tu flitesh arbënisht. Dhe për dalluar tani ç'është ky që erdhi, nga ata që janë, edhe i thoshin skiptoje, fjalë. Shqiptoje. Pra për ta shqiptuar. Po për ta shqiptuar. Që të dallohesh që ky është turk, kjo është një mundësi. Po ndërkohë këtu lindi edhe koncepti i gjuhës që shprehje, që themi ne shprehje ndoqen, shprehu. Shprehje do thot flas në gjermanisht. Shprehu. Edhe thotë skipetoje. Kjo është varianti 1380, e thot Dimitër Shuderiqi, unë kam kapur këtë detaj të vogël, që përdallu njerëzit, ata që erdhën, ata që ishin. Pastaj del termi shqiptar del në 1703, kur një prifti shkuante Papa Klementi XI, që unë e di zotëria juaj që e njihnin gramatikën skipetare, pra u bë dhe ky që quhet Kuvendi i Skipetarëve 1703. Doli më e plot fjala skipetar. Po prit tash, kemi skipen e kemi që nga kohë e Zeusit, nga kohë e Thotit, 10.000 vjet përpara, që Zeusi dhe Thoti ishin me një shqiponjë këtu. Dhe kjo shqiponja ja bën skip kur kap prehen. Por ne i themi edhe shqiponjës shqiponjë, i themi edhe gjuhës shqip, i themi edhe shqipetar. Ndërkohë që skipetar, unë kam gjetur pasazhe të vogla të Homerit që përdor termin, bile dhe zonja Bardademi, historiane shumë e ndriçuar, e përdor fjalën skipetar për para se të ishin romakët, shumë para tyre. Pastaj romakët e quajtën ose ne quheshim Alban, jo se ne na thonë që shqiptarët quhen Alba me që janë lindje të Romës. I bie 200 para Krishtit edhe më pas. Nuk është e vërtet, sepse fjala Albanol e ka përdorur Thoti 3.000, 5.000 vjet para Erëson. Albanol do thotë njerëzit që bëjnë arin, gold, po që bëjnë dhe tokën. Ne i themi tokës i vetëm popull, që i thon tokës ar dhe arit ar. Pra, toka ishte aq e vlefshme sa një ar. Dhe dy njerëzit që bënin si tokën dhe arin, ne kemi sot Pejan, Kuksian, Gjakovar, që janë mjeshtër për punimin e arit, pra e kanë ruajtur të traditë, jemi dhe punu së mirë tokës. Pavarësisht çapo ndodh në këtë globalizëm shqiptar, po kthehen ca Dembela, ca po ikin, nuk vlerësojnë të, por ne kemi vlerësuar tokën. Dhe nga fjala Arban, reja bëhet le. Këtë tash hyn gjyqtarin lojë dhe është e vërtet. Edhe Alban. Pastaj lindi Albani në 150 pas Krishtit, që thot Ptolemeu, fshat i rënuar, edhe ne na thonë tash që Albania, Albanopolis, Tiranë, Krujë, Mirdit, Albanopolis 150 fshat i rënuar, nuk na thonë që të kujton qytetet lulëzuara të shetit 6, 5, 4. E thonë vetëm gjysmë që fshatat zgërdheshje e tjerë. Pra, shiko si do, pastaj Albani del në 1054 në skizmën e madhe, edhe deli shteti para Albani, Principat Arabore, del në sot. Zëguri, unë kam i pyetje të fundit që lidhet në fakt me dëshmit që ne mund të gjejmë sot edhe në vendbanimet e lashta Ilire, i referohem Zarës, Bylisit, Bylinët, Lisus. Çfarë na tregojnë për identitetin tonë?
Po, Bylinët me kjethe është themeluar nga djali Akilit, Piro Neoptolemeu, bile kam patur edhe shtatore edhe me plisën kokë, Piro Neoptolemeu dhe Bylisi ball yll, i bërë yll në qyteti të paktën është lindur 1200 mbas Trojës. Ndërkohë që kur shkuan në Butrin të pikërisht djem princat trojan, aty gjetën mbreti Fajetoni, ai që ka fatin ton. Fajetoni, i priti me shishe me verë. Pra, ekzistonte mbretëria e Pirote, Thesprotet dhe Kaonët ata nga anë e detit, Thesprotet dhe të parët e dheut, Thesprotet, që thuhet the, po edhe Thesprotet, dhe këta i pritën me shishe verë apo qilim të kuja që anë si e ka, ndërkohë që Bylinët, vend i lirë, tipikisht, quhet prapatoke, Highlander, do të thotë që nuk ishte ndikim as romakë, as bile Bylinët ishin të ndriçuar vetë. Ata nuk festonin lojrat olimpike si grekut, si helenët me gjethe ulliri, për kishin me gjethe dapine. Pra, ka shumë gjëra Bylinët që u bë pasaj Balçi, edhe lindi ai qyteti i Glavenicës që u erdhi u pagzua Boris i pari bulgarëve, u pagzua pikërisht në Ballë, sepse nuk e qaste as kisha lindore, as kisha perëndimore dhe u e gjeti pagzimin në Iliri. Pra tregon që ne ishim shumë më të zhvilluar se slavët, kishim besime, kishim institucione, pra e gjitha, kishim institucione. Pastaj lindi institucionet ortodokse të Serbisë apo të slavëve, të Bullgarisë, slavëve dhe Serbisë, të cilët e përdorën fen për të pushtuar toka shqiptare. Nësa ne kemi përdorur fen për të mbrojtur dhe për të jetuar të paqshëm me vetveten dhe me të tjerët. Pra ndryshimi është shumë i madh midis. Qartë, mirë, zoti Gurli, një pyetje e fundit nga ana ime, që në fakt lidhet me gjuhën moderne shqipe, sigurisht ne dimë që gjuha evoluon, ndryshon, merr një trajt të caktuar, një herë në disa mijë vjet, studime thonë një herë në 2000 vjet gjuha ndryshon. Gjuha shqipe standarde, kjo e sot, që në fakt është gjuha unifikuar, se nuk është standarde, në 72 nuk bë vetëm unifikimi, por kështu na mësuan, kështu e themi. Pse 95% e leksikut vjen nga toskërishtja moderne dhe nga gegnishtja kemi shumë pak fjalë? Bravo. Do thoja ranishte, do një fjalë? Të dyja pyetje, po e nis nga ajo që thatë që gjuhet 1500-2000 vjet. Këtë e ka për një akademik, për fat keq akademik, sepse nuk është një studius i mirëfill të tip kritiku apo tip nëse mos merremi me atë, dhe sepse gjuhët e forta, latinishtja dhe helenishtja, rrotin 1500 vjet. Edhe këto gjuhë që rrotin 1500 vjet, s'ka mundësi në një gjuhë tjetër, thot ai ose ata, të rrojmë shumë se këtot. Ndërkohë që gjuha e popullit ishte gjuhë shqipe, në Roma fliste shqip. Kësa duash fakte, sepse gjithë plakat e truske, 13.000 plaka lexoheshin shqip. Sot lexohen shqip. Dhe sa truskologët thonë që neve po t'i lexojmë të gjitha dhe po t'i japim, t'i dorëzojmë të gjitha leximet shqip të plakave etruske, 13.000 plaka, na bie të historia shkruhet nga e para. Edhe po i lëmë kaq, po i lënë jashtë 10 kur vjen koha. Pra, gjuha shqipe është përdorur në atë kohë, edhe përdoret akoma sot, është e pandryshuar. Ti thuash atit që tham ne, amza, amtare, ti thuash ambël, që Zeusi përdorte qumshin e dhisë, që është ambël, dhe ti them me të njëjtin simbol, me të njëjtin fonetik, me të njëjtin bashkëtingëllore si atëre, gjuha shqipe nuk ka evoluar ose ka evoluar shumë pak. Gjuha shqipe dhe ruan fjalët e vjeta, dua u, thot ai kryetari i parlamentit grek. Kështu do bëhet se dua u, dhe dua u është fjalë politikanësh sot. Dua u kështu do bëhet. Pra, janë pa punë shprehjet shqipe që nuk kanë ndryshuar shumë pak ose hiç fare, që e gjen edhe Iziu, Marazi, Manep, e gjvesh është plaka e Lemdosit, ku është transkriptuar në gjuhë shqipe të pastër. Ke plakën e Perugjas, te, urtët, na, la, në, re, ze, drite, mbi, varë. Të urtët në la, re, ze, drite, mbi, varë. Kjo është e truskisht, gegnisht, e njëta fjalë. Të urtët ta në la, re, ze, drite, varë. Shqip standarde, të urtët ta në la, re, dhe anglisht standard. Dhe our
our wives left the race. Qartë. E kupton? Duhet kuptoj unifikimin e gjuhës shqipe moderne, se jemi edhe në minutë. Të maj mundat e fund, po gjithmonë kur ka një gjë me vlerë, mundat e fundit i bie shkurt. Dakor, s'ka problem. Bile faleminderit edhe për kaq sa. Kemi 30 minuta që. S'ka probleme, faleminderit edhe 1 minutë më thasë se unë do. Nik yni dhe kjo sport është hapur gjithmonë për ty. Dhe gjuha e sotme, ju pyetët që 95% vjen nga toskërishtja moderne. Po, për shkak sepse 41.000 fjalë të një fjalori që profesor Mehmet Elezi ka përgatitur të gegnishtes, nuk përdoren. Nuk është bërë qasja me të vërtetë kongresi i deshkrimi në 1972-shin domosdoshmëri e kohës. Po mund të rishti 50 vjet pa e riparë dhe njerë gjuhën ku të shkrish edhe gegnishtën dhe to shkrishën në nivele nuk po të në barabarta, po plus minus diçka. Po s'është bërë një shkrirje. Kur gjuha Elene e Vjetër, përdorë dhe Aristofani, Komedit, Safoja, Dituria, Safo dhe Eskili, përdorë të dyja në dialektet, dorë, atike e tjerë. Qatë pengon ty që ti të kishe një gjuhë njësuar, por letë përdorëshin dyja gjuhët. Pandaj vjen kjo ajo që 95% duke sigur janë toksike, po fjala të terë është tanë. Edhe fjala tanë e ke në shumë kuptime, fjallën tanë, e ke vazhdo, tanë është panë, pangeja, pan-helenizm, pan-albanizm, është tanë Shqipëria, tanë, edhe fjalla tanë që është gegnishte, ka një kuptim shumë herë më të lashtë, shumë herë më të vjetër. Dhe më lehtësisht të studiueshëm, se sa... Po, ke fjallën mënimu dhe, fillon Akilit, fillon mënie e Akilit, e ke gegnisht, fjallët në sumerishte, i ke gegnisht, fjallët të Omeri, i ke gegnisht, fjallët të Omerit. Gjitha po të lexosh Omeri, lexon gegnisht, gegnishta përkthehet 10 faqe më shkutës se sa anglishtja dhe se sa toskrishtia. Ka vlerë, po më të dyja ka vlerë. Dhe toskrishtia të dyja bëjnë një pasuri, po të duket që je 95% sepse të mungon gjuha më e bekuar, fidanishtja e gjuhëve europiane. Ati dhe ama gegnisja e gjuhëve europiane, që prandaj dhe shqiptari që mëson gjuhët e huaja, po të di rrenjën atje, e mëson shumë shpejt gjermanishten, italishten. Unë për shumë s'kam mësu kur italisht, s'kam lexuar kur, po di të lexoj të përkthej për shkak se di rrenjën e fjalës. Prandaj zoti Guri do na duhet një tjetër takim. Po dakord, kur ju të keni kohën do ta bëni rrugën nga Berati. E keqe dhe me punë e keqe do i referohem gjithmonë, edhe në qoftë se i futemi studimeve në dialektin toskërishtes që është arbërishtja në fonemat artikuj ngjan shumë e greqishten. Gjithsesi, i themi publikut ishte zoti Sazan Guri me ne. Faleminderit shumë. Gjithmonë e vlerësojmë pranin tuaj profesor. Shkëputemi për të rikthyer me temën e fundit. Vetëm pas pak do flasim për të bukur, mos u largoni.